në këtë pozicion ku kemi përfundu, sukses është i Fodës. Ja kisha atribu Fodës, ndërsa nëse jemi në kampionat botnor, atëherë është merite futbollistëve. Që to dy lojë janë krye këpot dëshirë. Që shpendon ti këtë sukses në këtë mënyrë? Sepse është vetëm një lojë. Realisht janë dy lojë, por... Dy lojë vorën prej trajnerit. Kur qysh nuk mërën më përpuri, tash fut e ka post meritat, kurse në tarë më një kam futbollistat. Jo, normal, s'm kuptut. Nëse, do më thonë, është merit e futës që ka arrit me konsolidu grupin dhe që tash. Grupi është i konsolidu. Kreç kanë bore tash të është për lejtorve, që me qenë fokusun maksimalisht, me kry detyrat, se është shumë vështirë me kriju grupin. Kur të kam thonë fillim, na vynë lojë mitësore edhe na është shumë letë kishim me përfundu edhe në pozitën e porë, si kur të kishim pos lojë mitësore pak ma shumë. Po treneri nuk e ka njëfë shumë kombëtorën. Edhe gjatë këtyne gorave, loja me zvistën krye këpot është gabimi trenerit e pranujnë edhe shumë eksperta që... Dhe pranë edhe trenerit? Prandaj, pse e ka bu? Se nuk e ka njëfë shumë mirë skuadrën që funksionon mas mirë. Edhe ka provu diçka... Skuadra ka reagu shumë mirë mas asaj ndeshje. Nuk i ka meritat vetëm fuda për të ndeshje, por kjo është një zinxhir që nis prej lejtarëve, shtabit teknik e po ashtu edhe federatës që ka arrit me i sill disa lejtarë siç është Abdullahu, Hajdari, Aslani më herët, e të cilët tani po dalin dritë. Veç një sekond, do të më bëj të senë të qarta. Treneri i fton lejtarët. Na veç mujna me jush, me federata shprej interes, por treneri me dëskush do të me konë pjesë. Nuk e meritat dhe trenerit tash. Po pa shku një delegacion e federatës, ata nuk bindën për me ardha. Nuk ka qenë e letë mi bindë. Ndryshimi situatës të na, se kanë zgjedhjen e tjera. Zvicrën ke pas konkurrencë, Gjermanin ke pas konkurrencë. Nuk jam ujna meritat askujna, por grupin që ka kriju Foda kanë posë shansa edhe trenerat e tjerë, po se kanë